Luani kafshoi një burr, policia Fierit nis hetimet 52 vjeçari Erita Mëngordhi para një muaji. Policia Fierit ka nisur hetimet pas një video të bërë virale në rrjetet sociale ku shihej një luan duke kafshuar një burr rreth të 50-ave në kokë. Sipas autoriteteve, ngjarja ka ndodhur në fshatin Zharrës, aty ku 52 vjeçari me inicialet AH mbante në shtëpinë e tij kafshën egër në lidhje me një video të publikuar në rrjetet sociale në cilën shfaqet një kafshë egër luan që kafshon një shtetës. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier kanë kryer veprimet e nevojshme hetimore dhe procedurale për përcaktimin e përgjegjësisë dhe zbardhjen e rrethanave. Në përfundim të këtyre veprimeve u identifikua shtetësi që kishte në pronësi kafshën AH 52 vjeç banues në fshatin Zharrës, për të cilin pas konsultimit me prokurorin nisi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale, shkelja e karantinës së bimëve dhe kafshëve, pasi dyshohet se ka mbajtur kafshën në banesë në kundërshtim me rregullat, sqaron policia. Më tej sqarohet se shtetësi AH ka deklaruar për hetuesit se kafshën e ka gjetur në rrugë në Lushnjë 6 muaj më parë, kur ajo ishte vogël. 52 vjeçari pretendon se ka mbajtur këlyshjen e luanit në banesën e tij për disa kohë. Ai po ashtu ka deklaruar se para një muaji gjysmë kafsha ka ngordhur dhe video që u bë virale në rrjetet sociale pretendohet të jetë e vjetër.